Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur vendimin në ngarkim të panderëve Ilir Neshani, vëllai i ish-presidentit Bujar Neshani, Gerson Tafa dhe Genci Hiçka, të cilët u kallëzuar në SPAK nga mjeku Konstantin Balloma i Luis Medical Center. Ilir Neshani dhe Genci Hiçka u shpallën të pafajshëm, ndërsa Gerson Tafa u shpall fajtor dhe u dënua me 2 vite burgim, por gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vënien në provë për 24 muaj, me kusht që gjatë kësaj periudhe ai të mos kryej vepër tjetër penale dhe të qëndrojë në kontakt me zyrën e shërbimit të provës. Gjykata vendosi gjithashtu heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Kujtojmë që në janar 2020, mjeku Konstantin Balloma ka kallëzuar në SPAK 3 inspektorët. Sipas mjekut, Hiçka, Tafa dhe Neshani ishin inspektor të Ministrisë së Mjedisit dhe i kishin kërkuar klinikës ku punonin Balloma dhe Boçi 30.000 lekë. Ilir Neshani u deklarua i pafajshëm për akuzën e korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike e kryer në bashkëpunim pasi nuk u provua kryerja e veprës penale. Gerson Tafa u shpall fajtor për kryerjen e të njëjtës vepre penale, parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal dhe u dënua me 2 vite burgim. Megjithatë, në zbatim të nenit 59 të Kodit Penal, gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vënien në provë për 24 muaj me kusht gjatë kësaj periudhe dhe ai të mos kryejë vepër tjetër penale dhe të qëndrojë në kontakt me zyrën e shërbimit të provës. Gjykata vendosi gjithashtu heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Genci Hiçka u shpall po ashtu i pafajshëm pasi nuk u provua përfshirja e tij në kryerjen e veprës penale të korrupsionit pasiv në bashkëpunim. Në njoftimin e GKK thuhet se provat materiale do të mbeten pjesë e fashikullakut të gjykimit, ndërsa shpenzimet hetimore dhe gjyqësore do të ngarkohen ndaj të pandehurit të shpallur fajtor Gerson Tafa.